Ish-kryeministri Sali Berisha ka bërë një deklaratë fortë pas kthimit nga Strasburgu, ku ka konfirmuar se Kris La Civita do të marrë pjesë në hapjen e fushatës së Partisë Demokratike me 11 prill. Ai e konsideroi këtë ngjarje si të jashtëzakonshme, duke e theksuar se Edi Rama po përpiqet të mashtrojë opinionin duke pretenduar se La Civita nuk do të jetë i pranishëm. Unë nuk e kuptoj si i krijoni këto dyshime këto. E disa kuptoj unë se këto i hap zyra Edi Ramës. Aq i të merruar është ai njeri. Aq i të merruar është sa që tani për t'u dhënë zemër të vetëve, thotë që ai iku nuk është më. Po kur ta shohin, çfarë do thotë atë vetëve? Sa i këto i hapaj se tjetër kush s'mund t'i hap. A keni dëgjuar kush është konsulenti i tij fare? Se kjo është normale, të jashtëzakonshme. Skenarin ta majmë surprizë. Jo çdo gjë mund të thotë njeriu. Unë edhe nga udhëtimi mbajta shumë gjëra, por kishte gjëra plot. Berisha ka folur gjithashtu në lidhje me mungesën e një takimi me përfaqësuesen e lartë për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas. Ai theksoi se ultimet rajonale që ajo po zhvillon kanë për qëllim takimet me qeveritarët e vendeve të tjera dhe nuk janë të fokusuara në individ të veçantë. Normal që ajo takon qeveritarët, cili do që tjetë qeveritar, ata do takoj. Ky është rregull i udhëtimeve rajonale. Nuk kanë synim vendin. S'pari, së dyti, do jetë pa diskutim, si që kam thënë. Unë ju kam njoftuar ju që ai do t'jetë në hapjen e fushatës. Dhe këtu është përfaqësuesi i tij për disa ditë. Gjatë deklaratës së tij, Berisha ka theksuar se mashtrimet që Rama po përpiqet të shpërndajë për La Civita dhe fushatën e Partisë Demokratike janë duke u zbuluar nga ndërkombëtarët. Ai ka pohuar se këto përpjekje të Ramës për të krijuar një imazh të rrem po dështojnë dhe se mbështetësit e tij po e kuptojnë gjithnjë më shumë se është një strategji për të mbajtur kontrollin në politikën shqiptare.